Po, vetëm po t'jem katile, po t'jem kësho... Njeri pa ndjenja fare që, okej, të vazhdoj ajo, të vuaj në përcepa, që po më duhet mua. Se unë të shoh ty. Shko, për atë pjesë është gjë normale. No, jam e blokuar, nuk mundem. Jam e blokuar brenda. As të këpij kokën të shoh nuk më bëhet, as dje, as sot. Përse dhe Rejteje nuk është ka treguar në një kujdesje të veçantë. Okej, jo, kësa gjëra i ka bërë. Po ja di që kisha nevojë ti nuk kisha aty. Urdhro? Vjetë që ti kisha nevojë, nuk kishte aty. Të shpjegon të... Shumë... Unë e di Jozi, shiko. Me mua të faktin, e shikoja dhe që në gjithë që në falë, sa zjedhin të mua. Që se ka bërë në njëre. Ka bërë. Ka bërë? Po shpesh apo? Ditë për ditë. E ka bërë. E ka bërë. Edhe sot edhe djetë për djetë, a i më ka zhuar, këton. Me ka bërë. Prandaj them që nuk është se ishte diçka komplet e gjitha loj në ana ime. Po, kuptoj. Ishin dhe këto ndërtujet e detajet, pak atë ndjesit e lezetshme, kupton? Se e kam thënë, unë mund të bëja dhe gjë me Laertin, unë mund të bëja me Aldon, që ishte një djalë beqar dhe nuk më gjykon të njeri. Po thjesht, ato pjesa e ndjenjave dhe këto më shtyn drejt Jozit. Që të bëja gjën sa më të pastër me veten time. Po jo, stop. Nuk mundem më. Ti mendon se unë nuk e di se qa mund mendoj njerëzit jashtë.